Grupet e organizuara me vizitor të huaj vazhdojnë të mbërrinë në Vlorë. Ky mes shtatori shënon rritje në turizëm krahasuar me vite më parë, ndërsa bie në sy larmia agjensive nga vendet europiane që zgjedhin të promovojnë dhe sillin turistë në Vlorë. Të ndarë mes aventurës dhe relaksit, një pjesë të huajve preferojnë plazhin, por më shumë interes ka për natyrën, ishullin e Sazanit, Karaburunin, si dhe malet përreth. Czech Republic. Unë vi nga Çekia, na pëlqen shumë këtu dhe është hera e parë që vim në Vlorë. Do të bëjmë një tur në plazhet këtu. Kam zgjedhur Vlorën për pushime sepse moti tani në shtator këtu është i mirë. Kisha parë një dokumentar për Vlorën dhe thash pse jo, me që këto ishin ditët e vetme që mund të merrja pushim nga puna, zgjodha Vlorën. Por më pëlqen këtu, deti është i bukur dhe ushqimi fantastik. Unë jam nga Polonia dhe është hera e tretë që vi këtu, por deti që nga shumë i bukur, kam ardhur bashkë me familjen. Unë jam nga Belgjika, kemi pak ditë që kemi ardhur. Sot do të vizitojmë Karaburunin, na kanë thënë që është shumë bukur. Ky sezon për Vlorën ka shënuar sërish sukses në bazë të dhënave zyrtare për numrin e turistëve dhe të ardhurave të qarkulluara.